Pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako dhe Fifi ndërtuan një raport të afërt që u reflektua si në jetën private, ashtu dhe në bashkëpunimet artistike. Këngët Shuj Shuj dhe Ku je nis u publikuan si pjesë e projektit të përbashkët që mori vëmendje të madhe nga publiku, por miqësia e tyre duket se ka marrë fund. Fillimisht u vëre se bashkëpunimet muzikore janë fshirë nga platforma YouTube pa asnjë shpjegim. Tani situata ka marrë një tjetër kthes. Fifi ka fshirë të gjitha fotografitë me Eglin nga profili i saj në Instagram, përfshirë edhe ato nga propaganda dhe promovimet të projekteve muzikore të përbashkëta. Po të njëjtin veprim ka bërë dhe Egli duke larguar çdo gjurmë të bashkëpunimit dhe marrëdhënies me Fifi nga rrjetet sociale. Ky hap vjen pas raportimeve se krisja mes dy artistëve lidhet me ndarjen e fitimeve nga kënga, ku mësohet se Fifi kishte investuar vetë në videoklipin muzikor, duke çuar në një përplasje financare dhe prishjes të marrëdhënies. Por një tjetër thashë them qarkullon, duke deklaruar se Egli po niset drejt menaxhimit nga këngëtari Gjesti. Pra, ajo ka hequr dorën nga bashkëpunimi dhe menaxhimi nga këngëtarja Fifi. Si nga ana Fifit, por edhe nga ana Eglit, nuk ka ende asnjë deklaratë për fshirjen e këngës nga platforma YouTube. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.